Flamurtari mposhtet me rezultatin 0-1 nga Partizani në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e së dielës në stadiumin e Vlorës, të kuqt u ndihmua nga autogoli i ish kapitenit Lorenz Trashi. Ndeshja në Vlorë u shoqërua nga kaosi dhe polemikat, ndërsa i kishte të gjitha: penalti, gola të anulluar dhe dëmtime të rënda të lojtarëve në të dyja kampet. Trajneri i ri Francesco Moreiro kishte ndryshuar shumë në formacion, në krahasim nga ish trajneri Carlos Garcia, por duke se nuk funksionuan, rezultati përfundimtar do të ishte 0-1. Gjyqtarja Emanuela Rusta ishte protagoniste kryesore bashkë me kryesorin Erion Bylykbashi. Fillimisht Bylykbashi akordoi penalltin në favor të Partizanit pas rrëzimit të Julios Kukës në zonë. Më pas Rusta e thiri për të riparë rastin në fjalë, ndërsa kryesori ndryshoi vendimin duke konsideruar faul të Skukës ndaj Telushit. Në minutën e 36 të takimit, Maksuti tundi rjetën, duke gjetur një gol i cili vazhdon ende të diskutohet për shkak të polemikës që la pas, por ansori e konsideroi edhe këtë gol të parregullt, duke prishur festën vlonjate. Emocionet e vërteta të takimit ishin ruajtur për pjesën e dytë. Në minutën e 63 të takimit, ishte Lorenz Trashi që me autogolin e tij i dha avantazhin Partizanit. Një autogol ky, i cili deri në fund të ndeshjes rezultoi fatal për flamurtarin, duke i dhënë 3 pikët ekipit nga kryeqyteti. Në minutat e fundit të kohës së rregullt, Oshafi vendosi baraspeshën tek flamurtari, por festa vendase u prish edhe për herë të dytë. Maksuti më parë kishte prekur topin me dorë. Tensioni ishte i pranishëm, thuajse gjatë gjithë ndeshjes, ndërsa trajneri Oltion Kërnaja fitoi në debutimin e tij përballë Francesco Moreiros. Ky fundit pas ndeshjes tha se skuadra vlonjate u fut me dëshirë në fushë, por takimi sipas tij u ndikua nga vendimet e arbitrit. Sipas Moreiros, takime të tilla vendosen nga episodet. Raste flagrante këto që sipas Moreiros nuk duhen humbur nga flamurtari, pasi nëse ato humben, kundërshtari të ndeshkon. Skuadra sipas tij duhet të ketë më tepër besim edhe në finalizim. Çunat sipas me e vënë dëshirën. Hanno cercato in tutte le maniere di ribaltare la partita. U përpoqën në gjitha mënyrat për ta kthyer ndeshjen. Siamo calati nel secondo tempo un po' fisicamente. Në pjesën e dytë pak fizikisht. Ho cercato di mettere energie fresche. U përpoqja të vija energji të reja. Siamo stati anche sfortunati sulle decisioni dell'arbitro. Kemi qenë dhe pa fat në vendimet e arbitrit. Però dobbiamo accettare il verdetto e andare avanti. Ndikoi arbitri në fitoren e Partizanit. Duhet të bashkangjitim me vendimet e arbitrit vazhdim përpara. Duhet të flas për vendimet e arbitrit. Certo, per me il primo gol nostro era valido. Sigurisht goli i parë unë mendoj që ishte i leshëm. La partita sarebbe cambiata. Ndeshja do ishte kthyer. Ragazzi nel momento migliore avevano fatto gol. Çuna në momentin më të mirë bën gol. Però bisogna accettare il verdetto del calcio, del VAR.
duhet të respektojnë vendimet e futbollit, vendimet e vendit. Sono positivo se sono qui è perché credo in questi ragazzi. Unë jam pozitiv, nëse jam këtu, kam marrë sepse besoj te lojtarët. Sapevo che comunque era un momento difficile. E dia që gjithsesi ishte një moment i vështirë. Speravo con tutto il cuore di poter vincere oggi questa partita. Presioja me gjithë zemrën që ta fitoj këtë ndeshje sot. Però sapevamo che dovevamo lavorare e dobbiamo lavorare. E dinim që duhet punonim dhe do punojmë. Abbiamo poi giocato molto, secondo me ha giocato bene la squadra sotto la fase difensiva. Për mendimin tim, ekipi sa i përket fazën e mbrojtjes më përgjigj shumë mirë. Dobbiamo imparare a avere molto più personalità. Duhet të mësojmë të kemi më shumë personalitet. Perché si sbagliano molti passaggi. Sepse gabojmë shumë pasime. E quando cominci ad attaccare e sbagli molti passaggi, poi rischi comunque di prendere i contropiedi. Në momentin që ndërton sulm dhe mbet shumë pasime, rrezikon të marrësh kundër sulmit. Capisco la situazione dei ragazzi perché vivono un certo tipo di pressione. Kuptoj situatën e çunave sepse jetojnë një tip presioni. Quindi bisogna stare sereni e tranquilli e cercare di lavorare sempre di più. Duhet të qëndrojmë të qetë, të relaksuar, duhet të punojmë më shumë. Questo è il mio lavoro, il nostro lavoro in questo momento. Kjo është puna jonë në këtë moment. Ndërsa trajneri i Partizanit, Oltion Kërnaja, tha se fitoria ishte më se e merituar. Kërnaja mohoi faktin se ndeshja u ndikua nga vendimet e arbitrit. Kërnaja u shpreh gjithashtu tepër i lumtur me fitoren e ekipit të tij, duke cilësuar atë si një dalje nga kriza. Sipas tij, Partizani ka potencial të bëjë edhe më mirë. Nuk besoj që kishte ndikim, ne merituan fitoren në Vlorë, shumë të luftuan. Arbitri nuk kishte një ndikim. Vari pra të punë nërësisht nuk u dha penalltia pjesën e parë. Edhe goli që ishte një me dorë, një offside, kështu që ishin rezultatet e lojës të fushës, që pëlloj fushën. Nuk i kam pasur thëmë të drejtën, vari vendos, siç nuk e kam pas penalltin minutën e 5. Jo, nuk mund të quajtemi mbijetesë, Partizani nuk lupa mbijetesë. Të jeni të sigurt që Partizani nuk lupa mbijetesë. Partizani ka pas një ngjarje psikologjik që shpresojmë të dalim sa më shpejt dhe nuk është për mbijetesë Partizani. Ekipi luftoi, shkoi e dinim manovrat mbrojtëse dhe sulmuese të ekipit kundërshtar, i dinim të gjitha mënyrat se do lunin, rreshtimin e tyre, mënyrat ku do bënin presingun, i kishim studiuar, kishim punuar, çunat zbatuan në përfitimin e tyre dhe në fund arritën të merrin 3 pikat. Jam i kënaqur me fitoren, jam i kënaqur me angazhimin e djemve, nga i pari tek i fundit, sidomos ata që nuk luajtën, sepse në një situatë të tillë shumë e vështirë të bësh një grup gjithë bashkë dhe fal Zotit, fal çunave arritëm. Vlonjatët u dotojnë të shtunën në Durrës për të ndeshur me Teutën, ndërsa Partizani pret Egnatia në shtëpi javën e ardhshme të kampionatit.